rreth kekut. E para është prodhimi I kekut dhe që po varemi prej kekut. Po absolutisht varemi prej kekut dhe do të varemi prej kekut edhe një kohë, pavarësisht që do të thotë kekut do të vazhdoj të jetë akter kyç në sektorin e energjisë. Në kek nuk ka pas investime serioze në 40 vite, qatë so vjetë këm unë, edhe ti dikon parafërsisht besoj je, që kaq, do me thonë kekun, qështu që e kemi ne, e ka ndërtu gjyshat tonë, I kemi ka përcy një gjenerat komplet, pas një kapacitet 3, edhe tash na po punojmë për me rehabilitu. Kjo nuk është që s'ka pas investime në kek të jemi të qartë, në kohën e qeverive të kalume janë investu me letra spaku, mbi 1 miliard euro në kek, mirë po jetë gjatësia nuk është rritë, modernizim nuk ka pas, rehabilitim të thellë nuk ka pas. Ka pas projekte të vogla, pse I kanë bo në atë mënyrë, unë nuk e di, dhe nuk po du me spekulu që është spekulojnë të tjertë, pse është do ashtë do 2-3 vjetë, me hy ka 2-3 milion, 4-5 milion, e kur mos më bo diçka serioze, këtë nuk mund të them. Qëfar mund të them, është që gjatë mandatit tonë është nënshkruar kontrata me GI në vitin 2023 dhe si vjetë është zbatuar pjesa e parë e investimit, që është modernizimi I turbinës në blokun B2 dhe investimet përcjellëse, që ka kushtuar 56 milion euro, do me thonë me 5% të ati investimi prej 1 miliard euro që u bon në 20 vitet e kalume, po bëhet për herë të parë një investim I cili e rrit djetëratësinë e termocentralit Kosova B për 20 vjet, e rrit kapacitetin për 80 megawatt, edhe e ullë ndotjen për 12 megawatt mesataresht, 12% për megawatt mesataresht, vetëm modernizimi I turbinave, pa investime përcjellëse. Kjo nuk është diçka që është veç në teori ose veç kontrate nënshkruar. Kontrata është nënshkruar në vitin 2023, si vjet janë bërë investimet në blokun B dhe tash përderi sa po flasim, 35 megawatt është shtuar kapaciteti në blokun B2. Sa është që tash beja të prodhu? Ka qenë 250, tash është 285. Kjo është neto energji që hynë në rjetë. Do me thonë për 14% është rrit kapaciteti I B-s vetëm për këtij investimi si vjet. 295 është të I prodhu të I shtim. Ndërsa 290 së paku pritet me arrit pas vitit tjetër kur bëhen edhe investimet në kullën ftose. Edhe njëjti investim ka me ndodhë në Bënish. Tashti, po sigurisht edhe një gjë që duhet sqaru këto, për mu bo këto investime bloku duhet mu ndalë. Arsyeja pse na jemi në këtë gjendje që e kemi, është se jo ndalë bloqet për nga 3 muje të tjera, janë bë dëfar remonte të vogla, a janë bërë në masën se siç është dashur dhe për aq pare sa kanë hyrë në termocentrale, unë nuk e di, unë nuk mund ta them që nëse në vitin 2023 nënshkruhet kontrata 56 milion euro dhe kryhet një punë kaq e madhe, 1 miliard e diçka euro nuk e kanë kry asnjëherë një punë kaq të madhe, është diçka për me u çudit edhe me që veç I kemi hyrë me analizu kaq detajisht krejt ekspertët të sapo dalur të energjisë, le t'i hyjnë pak edhe asaj periudhës së kalume dhe po I qesim krejt të shohim çka ka ndodhur. Tash investimi absolutisht